الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së të dëruarit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi arritur tek tema me radhë e cila quhet thirrja haptase e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thënë vëllezër të nderuar se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur 3 vjet radhazi fshehurazi. Pra 3 vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte urdhëruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala që thirrjen e shpalljes ta bënte fshehurazi. Dhe pasi kaluan 3 vjet dhe pasi kaloi kjo periudhë dhe kjo fazë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet prej Allahut subhanahu wa ta'ala që thirrjen e tij ta bënte hapur në publik dhe predikimi thirrja të bëhej për të ndëgjuar dhe nga të tjerët. Nga se Islami si fe është universale, pra për gjithë njerëzit që do vinë deri në kiamet, dhe është gjithashtu dhe për gjinët, pra botën që për ne është e padukshme. Nga kjo, urdhëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pas 3 vjete, pra që kishte thirrur fshehurazi, ta fillonte fazën e re e që ishte thirrja haptasi. Pra, para se të fillojmë me fol për këtë periudhë dhe për këtë fazë vëllezër të nderuar, gjatë kësaj kohe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua kishte mësuar atyre që kishin pranuar Islamin, ua kishte mësuar akiden e saktë, pra besimin e pastër. Dhe gjithashtu ua kishte mësuar edukatën dhe karakterin, se si duhen të jenë shembull i mirë për të tjerat. Dhe pasi kalon periudha 3 vjeçare, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala ja zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një ajet i cili gjendet në surën Shuara, e që Allahu azza wa jalla thot pejgamberit alaihi salatu wassalam wa anzir ashirataka al-aqrabin, dhe paralajmëroje fisin tënd, fare fisin tënd me të afërt. Pra kjo ajet vëllezër të nderuar ka ardhur pas ngjarjes së Musait alayhi salam. Dhe sikur don me i thonë Allahu azza wa jall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në momentin e thirrjes, e cila do fillon haptasi, do kalosh në periudhat në të cilat ka kalu Musa alayhi salam. Dhe ngjarja e Musait alayhi salam na jep shumë mësime të rëndësishme. Nga se ky pejgamber, pra Musa alayhi salam, është kërkuar për të thirrë fyt qysh para se morën këtë botë. Dhe pastaj kur është lind dhe ka ardhur në këtë dynjë, është dashur mu vendos në një ark dhe mu lshu në lumin Nil. Dhe pastaj me kalu ka pallati faraonit dhe me marr armiku e Allahut dhe armiku i tij, pra faraoni mallkuar. Dhe pastaj mu rritaj në prehrin e tij
dhe pastaj një ditë me ikë prej tij, dhe pastaj një ditë më kthy prap me thirr faraonin iman, me thirr besim dhe prap më or për ndjekja e tij, derisa kur ballafaqohet me detin përpara dhe ballafaqohet me faraonin mbrapa, atëherë Allahu subhanahu wa taala shpëton Musajin dhe umetin e tij. Pra sigurisht e një mesazh se ky ajet i cili vjen pas ngjarjes së Musait alayhis salam, pra do kalosh në këtë periudhë, dhe do kalosh ashtu siç kanë kaluar vëllezërit tu për pejgamberëve. Do kalosh ashtu siç kanë kaluar pejgamberët, sikurse Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam që u zjarr, Nuhu alayhis salam i cili është përqesh për popullit e tij, dhe pejgamberët e ndryshëm, nga se në përgjithësi kështu ka qenë edhe ballafaqimi pejgamberëve me popujt e tyre. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet vëllezër të nderuar që të fillon me farefisin. A thonë vëllezër të nderuar, pse së pari do të fillohet prej familjes? Farefis quhet ata që i ki gjakut, që janë ata më të afërmit. Pse të fillohet prej tyre? I kam përmend dietar disa shkaqe e para prej tyre, për shkak dashurisë natyrshme që gjendet tek ata. Pa për shkak se edhe nëse nuk e përkrah thirrjen tënde, edhe nëse nuk e përkrah fen tënde, ai sa do pak mundet më mbrojt në aspektin fisnor. Pra mund del krah edhe të mbrojnë në këtë aspekt. Si do shohim si është ka mbrojtë Abu Talibi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse se ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra se ka ndjek rrugën e tij. Gjithashtu, ai fanatizmi fisnor shpesh herë i del në krah vetit në atë që ai thirr dhe predikon. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala unon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thirrje të afërmit, nga se pejgamberi ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, se për ju jeni përgjegjës dhe keni u pyet për atë që keni pronësi. Pra kemi u pyet tek Allahu, ai ka thirrje të afërt në Islam. Dhe shpesh herë vëllezër të nderuar, Daveti mundet me u stagnu nëse kundra ki babajnë, ose ki nënën, ose ki vëllezërit e tu, ose ki motrat e tua, ose ki axhallart, nëse ki kundra. Amo nëse ki në përkraje, dhe janë të fuqishëm dhe të përkrajnë ty, atër Daveti me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala mundet me ecë. Merë si shambull dy pejgamber, e kemi pejgamberin e parë Lutin alayhi salam, dhe pejgamberin e dytë Shuaibin alayhi salam. Luti alayhi salam ishte i dërguar në një fshat që nuk i kishte besuar askush pos familjes së tij. Dhe në mesin e familjes bashkëshortja e tij kishte trajtuar në besim, jo në moral. Dhe Luti alayhi salam kur i kishin ardhur populli i tij tek musafirët që kishte arritur Xhibrili, kishte shkuar Xhibrili dhe Mikaili në formë dy djelmoshave të bukur, atëherë kishin ardhur populli i tij për të prekur në nder. Dhe çka tha Luti alayhi salam? Law anna li bikum quwwa, sikur unë ta kisha kundër jush, pra që të mbrona kundër jush, ta kisha një forcë, au awi ila ruknin shadid, ose të mbrohna me një grup apo me një krah të fortë. Pra Luti alayhi salam e shpreson të ta kishte një farefis dhe një krah të fortë në ballafaqim me ata të cilët kishin ardhur me i prek nder musafirët e tij. Mirë, pa Allah subhanahu wa taala, siç e dini, kishte dënuar popullin e tij dhe kishte lënë mesim dhe ibret për të tjerët deri në kiamet. Dhe shembull tjetër kemi Shuaibin alayhi salam. Shuaibi alayhi salam farefisën e kishte të fortë. Edhe vllazëllahun e kishte të fortë në davet dhe thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allah azza wa jalla regjistroi fjalët e popullit të tij që i kanë thënë Shuaibit alayhi salam, "Walau la rahtuk", dhe sikur mos të ishte fisi yt, dhe krahi yt, grupi yt që jemi ata, la rajamnaka, ne do të gurzanëm ty. "Wama anta alejna bi aziz", dhe ti nuk je i shuar, dhe nuk je i nderuar dhe i përnderuar në mesin tonë. Mirë, për shkak se Shuaibi alayhi salam nuk kishte krahin e fortë, atëherë dhe populli
nuk e sulmuan atë. Prandaj shumë rëndësi vëllezër të nderuar të kuptohet kjo, se davetzia dhe thirrsi duhet të fillon me familjen e tij dhe duhet të thirrë ata në Islam dhe duhet të mundohet që kjo dritë dhe kjo shpallje të depërton në zemrat e tyre dhe një herët kjo është shpërblim për thirrsin, po të njëjtën kohë dhe është shpëtim për ata në botën tjetër. Prandaj pejgamberi alayhis salam po sa i zbriti ajeti dhe paralajmëroi farefisin tënd, gjëja e parë që bëri vëllezër të nderuar, i thirri farefisin më të afërt, i thirri në një ushqim. Pra i thirri në drek që të drekon të zbashku me ta, nga se shpesh herë dreka vëllezër të nderuar, domethënë thirrja e njerëzve të ndryshëm në dreka i ban që ata m'ju zbut zemrat e tyre dhe ban që m'ja përfitu zemrat e tyre. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e parë që e ka thonë kur ka shku në Medinë, ka përhap në selamin wa at'imu at-ta'ama dhe japni ushqim. Nga se ushqimi përfiton zemra. Është e qartë. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i thirri të afërmit e tij, familjarët e tij, farefisin e tij, i thirri që drekante me ta dhe pastaj gjithashtu ta tregonte atyre se ishte pejgamber dhe i dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në momentin kur fillon me i thirrë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë axha i tij Ebu Lehebi qohet dhe kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e mirëpret thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një aspekt Ebu Lehebi dhe mundohet me hedh frikë në mesin e familjarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjarëve të tij që kishte. Dhe Ebu Lehebi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti nuk ke forcë të ju kundërvihesh arabëve. Pra Ebu Lehebi kishte frikë në zemrën e tij dhe nga frika vëllezër të nderuar e kanë nxjerrë dietar që ishte edhe si shkak i mospranimit të islamit të tij. Edhe bëhet lanë djegës e xhenemit për gjithmonë, për të cilën edhe ka zbrit një sure Tebbet Yeda, siç edhe do t'rregojna pas pak. Pra Ebu Lehebi e harroi se me këto me të cilën ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndron Zoti plot fuqishëm. Ai që në pushtetin e tij është çdo gjë, ja jap sundimin atij kujdo dhe ja hedh sundimin atij që don. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ban mret kanë don dhe e ban të dobët kanë don. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka fuqi për gjithçka, mirë po megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh se si Ebu Lehebi i kundërvyet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e vazhdon davetin dhe thirrjen për shkak se nuk kishte ambienti përshtatshëm, nga se kishte frikë që mos do i humbas njerëzit e tjerë për shkak të Ebu Lehebit. Dhe ajo që është interesant vëllezër të nderuar, pra se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar me njerëzit më të afërt. Dhe më i afërt në këtë rast e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe axha i tij, që edhe i shërrit gjitha këto vjet, 43 vjet deri këto, i kishte kaluar në zbashku me te, pra me Abu Talibin. Dhe Abu Talibi, vëllezër të nderuar, është ai i cili e ka dashur pejgamberin alayhis salam më shumë se sa vëllezërit e tij, më shumë se sa fëmijët e tij. Dhe kanë ndihmuar atë gjatë gjithë jetës së tij. Dhe e ka ditë se feja e tij është hak. Dhe ka ditë dhe ka kuptuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert dhe besnik dhe nuk është duke gënjur në këtë që është duke thirr. Mirë po aja që ka bërë këtë njeri me pësun këtë botë dhe me pësun botën tjetër ka qenë vëllezër të nderuar imitimi i paraarsëve. Atë taklidin që ka bërë i ka pasu paraarsit edhe nëse kanë qenë ata gabim. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirr në këtë që ke ardhur, mirë po nuk mund të shkputem dhe nuk mund të ndahem prej fesë së baballarëve të mi. Shikani vëllezër të nderuar, më së shumti që Allah subhanahu wa taala i ka nënçmuar arabët në atë të cilën ata janë arsyetuar ka qenë
kedhalika wajadna aba'ana yafalun. Kështu i kemi gjetë edhe paraardhësit tunë. Kështu i kemi gjetë edhe baballarët tunë. Prandaj ka kushtuar Abu Talibit me xhehenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Edhe pse e ka ndihmuar gjatë gjithë jetës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë vden kufër, nga se Allahu tha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk mundesh me udhëzu atë që don, mirë po Allah është ai që udhëzon atë që dëshiron ai. Prandaj pejgamberi sa më donte udhëzimin e Abu Talibit, mirë po Abu Talibi nuk e pranoi udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njohja e vërtetës nuk i boni dobije, përderisa nuk e pasoj atë. Patjetër kur ta njohësh të vërtetën duhet mi pasu. Edhe që futet e njohin të vërtetën, po e luftojnë atë. Edhe shejtani njeh të vërtetën, mirë po e lufton atë. Prandaj Abu Talibi e njohi të vërtetën, mirë po nuk e pasoj atë dhe nuk i bërin dobin këtë botë dhe vdiq si pabesimtar. Dhe Allahu subhanahu wa taala ja ndaloi pejgamberit alayhis salam të lutet kundër tij. Domethënë të lutet rahmet për ta. Pra të lutet rahmet për ta. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Abu Talibin dhe nuk e pranoi thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë urnu nga ana e Allahut subhanahu wa taala që ta zgjeronte davetin dhe thirrjen. Dhe doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thirrste kur ai shitet në islam. Të thirrste në adhurimin e vetëm dhe të pashosh ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe çfarë veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ngrit mbi një kodër të Mekës. Dhe pastaj i thirri: o bejt e Fihrit, o bejt e Adijit, o Beni Hashim, o Beni Makhzum, profisët që ishin brenda Mekës. Dhe të gjithë vinin duke ju përgjigj thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai fis i cili nuk kishte mundësi, apo ai person, ai lider i cili nuk kishte mundësi të përgjigjej, e dërgonte përfaqësuesin. Dhe pasi që gjithë mbledhen para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot: nëse une ju tham juve se mbrapa kësaj kodrës gjendet një armik i fuqishëm i cili don me ju sulmu juve, a do me kishit besuar mua? Atëherë të gjithë u përgjigjen: po, nga se ti nuk e gënjur asnjëherë në jetë, ti nuk e rrejt asnjëherë, ti e i besueshëm, je i sinqert dhe besnik. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: unë ju paralajmëroj juve për dënimin e dhëmshëm nëse nuk me pasani dhe jam i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ndëgjoi Abu Lehebi agja i tij, atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos shkoft mirë pjesa tjetër e ditës. A për këtë na ke thirrur? Të bet jeta, i tha, të thafshin durt për këtë që na ke thirrur. Atëherë Allahu azza wa jalla zbriti surën Mesed: të bet jeta bi lehebi wa tab. Ju thafshin dy durt e Abu Lehebit dhe vetë se ju kanë thar atij: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Si bëri dobi pasuria e tij dhe që fitoi. Dhe vazhdon surja. Pra mbeti kjo sure si mallkim për Abu Lehebin. Nuk i bëri dobi që e kishte të afërt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po mbeti lënë djegës e xhehenemit zbashku me gruan e tij. Dhe pasojnë vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urnohet nga Allahu subhanahu wa taala që predikimin ta bënte haptas, pa të thirrte njerëzit në islam, nga se Islami është rahmet, Islami është dritë dhe Islami është shpëtim për ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj Allahu azza wa jalla ja zbriti një ajet në Kur'an ku i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fasda bima tu'mar. Publiko, prediko, thirr në ato çfarë urdhërohesh.
wa a'rid anil mushrikin, dhe hiqu mushrikve. Largohu ndaj idhujtarëve dhe mushrikve. Pa ky ajet, vëllezër të nderuar, i përmban dy mësime. E para, duhet i thirrësh të gjithë njerëzit, nga se Islami është fe universale, është për gjithë njerëzit, pa marrë parasysh shtetet, pa marrë parasysh raca, pa marrë parasysh gjinia, pa marrë parasysh ngjyra e tyre, duhet i thirrësh të gjithë në Islam. Dhe e dyta, gjatë kësaj thirrje, kime has në probleme, në tortura, kime pos pengesa të ndryshme, mirë po, arid anil mushrikin. Pra largohu ndaj idhujtarëve, është qëllimi, pra mos i lufto ata. Nga se në kohën e Mekës nuk ishte koha luftës, ishte koha thirrjes. Prandaj çfarë do qofshin përsekutimet dhe dhuna, torturat e ndryshme, duhet të mundohesh të përqash mesazhin e Allahut tek njerëzit. Pra, kështu urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo fe është fe madhështore, fe e përsosur, fe e cila ka zbrit në gjuhën arabe, fe gjuhë do më të cilën arabët e dinin mirë, e kuptonin mirë, edhe ajetet kur i lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë i kuptonin ata. Edhe e kishin shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur njëherë në jetë nuk ka gënjur, dhe rrjen nga një tron, nga një familje shkëlqyer tek arabët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte besnik dhe i sinqert. Dhe ja kishin dhënë epitetin qysh në moshën 35 vjeçare El Eminu. Pra është njëri besnik. Po megjithatë, vëllezër të nderuar, edhe pse dinin që është i sinqert, edhe pse dinin se feja me cen ka ardhur, është që e pranon arsye është ndur dhe logjika është ndur. Shtrohet pyetja, çka i boni ata mos me hin Islam shumë për tyre? Çka i boni me pengue? Çka u bë bllokad mes tyre që ata mos me pranu thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Para vëllezër të nderuar, e kemi rastin e Abu Talibit që e përmendëm, se si imitimi i verbër, imitimi dhe ndjekja traditave të paraardhësve ishte shkak që një kategori e njerëzve me dështue dhe mos me pranu Islamin. E dyta ishte frika, sikurse rasti e Abu Lehebit, kur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë kur pejgamberi alaihi salam filloi familjen e tij me thirr, tha si do i ballafaqohesh ti me arabët, dhe nuk ke forcë me ta, pra si do ju dilësh balti me je i vetëm. E treta, vëllezër të nderuar, ishte kibri, menjëmasia. Kjo që edhe ka nxjerrë prej rahmetit Allahut iblisin e mallkuar, pasi ka qenë shoqërimi me laçet, ka qenë qiell i nderuar prej anës së Allahut azza wa jall. Mirë, po menjëmasia ka nxjerrë prej rahmetit Allahut. Sa njeriu menjëmasia ka përjashtuar prej rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Dhe e ka bëhe me ropi synit Allahut, e ka bërë të dëbuar dhe të përbuzur të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el kibru, menjëmasia është refuzimi të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Pra refuzon hakun, e një gjitha po se pranon, dhe përqeshja në nënçmimit të tjerëve. Kjo është menjëmasia. Prandaj kishte nga njerëzit në Mekë të cilët e kishin refuzuar thirrjen e vërtetë për shkak të menjëmasisë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an, dhe thanë sikur të ishte zbritur ky Kur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim, njerit prej dy burrav prej dy qyteteve të mëdha. Pra këta dy burra, dy qytetet të mëdha ishte Meka edhe ishte Taifi. Ndërsa ky që i ka fol ka qenë Walid ibn Mughira.
dhe ka qenë Urwata ibn Mas'udi. Urwata ibn Mas'udi ka qenë në Taif, kurse Walid ibn Mughira ka qenë në Mekë. Dhe shiko me një masia, ka thonë Walid ibn Mughira, si kur t'ishte zbrit kë Kur'an njonit për neve 12 mëlejve. E jo këtina, pëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijesa më e madhe. Ne kemi shpjeguar kur kemi folur në fillim propozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po me një mallësia ka bërë që mos ta pranojnë të vërtetën. Wa jahadu biha, thot Allah e mohuan atë, wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Amo ishin të bindur ishin në zemrat e tyre, mirë po e mohuan për shkak kryelartësisë, mendjemallësisë dhe për shkak domethënë padrejtisë dhe zullumit. Dhe Allah në rujt me një masia, lëzër të ndëruar shumë është të rëzikshme. Nga se thëtë Allahu Azze o Jell në Kur'an, se asrifu an ajati e ledhine jetë e kebberune fil ardë. Do i shmongur, ndaj të vërtetës, ndaj ajeteve dhe argumenteve të mija, ata që të regohen me ndjemdhejnë e tukë. Bi gajri l'haq, po të regohen pa haq. Wa i yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, thot Allah, dhe nëse shohin çdo ajet, çdo argument nuk e besojnë. Wa i yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila, edhe nëse shohin rrugën e drejtë nuk e pasojnë ato. Wa i yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, e nëse shohin rrugën e shtramt, rrugën e devijuar e pasojnë dhe marrin si rrugë. Dhalike bi enhum qaumun kadhabu bi ayatina, nga sa ata njerëz që kanë përgjigjëstruar për shkak të mendimallësisë argumentet tona, wa kanu anha ghafilin, dhe kanë qenë ndaj tyre ghafil. Ghafil, ka harru krijimin e vet, ka harru madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, i cili me rahmetin e tij ka dërguar pejgamber prej llojit për njerëzve. Dhe ka dërgu pejgamber prej fisit të tyre. Rahmet për ta. E ka njoh mirat e, ka njoh gjuhën e tij. Let për të ndjekur dhe për të pasuar. Mirë po për shkak mendjemallësisë, Allahu subhanahu wa taala u ka shmongur zemrat e tyre ndaj të vërtetës. Gjithashtu, prej atyre që për shkaqe që ka bërë që mos mi pranue kur i shitet apo me kasit, thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vëllezër të nderuar kanë thonë për këtë thirrje se kjo bën ndesh me pasimin e ifshit. Pra nëse bosh musliman, moraliteti haram, alkooli haram, gënjeshtra haram, s'po përputhet me efshin, me egon, dhe ka pos njerëzin e Mekë, pra që për shkak epshit dhe knatësive të jetës saj bote, nuk i ka dhonë përparësia asaj që gjindet e Allah Azze o Jell, po i ka dhonë përparësia e knatësive të jetës saj bote dhe epshit, dhe nuk e ka pranuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O feja islame është fe që thirrën e etik, thirrën e moral, thirrën e vlera ashtu me radhë, dhe s'u ka përshtatë, sikur se sot. Sa njerëz që s'u përshtatet Islami. Për arsye se ajo është i dhënë pas pasioneve dhe epshave të ndryshme, pas immoralitetit, pas shantazhimeve të ndryshme, pas gënjeshtrave të ndryshme, pas falsifikimeve të ndryshme kështu me radhë, edhe nëse i thuti me fal vaktin, me orë në xhami, me u bë musliman kështu me radhë, atëherë ai nuk i përshtatet Islami atij. Dhe përveç që nuk e pranon, ai fillon me sulmu ata. Dhe me sulmu ata që thirrin Islam, dhe ata që pasojnë Islamin e kështu me radhë. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, disa njerëz që kanë peguar mos me pranu thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë mendja të cekët e tyre. Imagjinoni, aq kanë qenë të cekët disa njerëz në mendje dhe logjikën e tyre, sa që kur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thirrë se adhurohet Allahi vetëm dhe një, kanë thonë, e gja'ale al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A i bere zotat një zot,
Kjo është shumë e çuditshme. Me çuditshme është ti që i ke bërë shumë zota. Allah azza wa jall thot: "Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata." Sikur në atë gjithësi të ishin dy zota do shkatërroshin. Njëri do thonte do të më roshi. Tjetri do thonte do të më nxej dilli. Tjetri do thonte do të më jetue Ahmedi, s'është i ri. Tjetri do thonte se jo do të më vdek se boll ka jetue. Le fasadata, do të kishte ekuj liber, do shkatërrojë çdo gjë në këzisi. Prandaj këta habitëshin si po thirrën adhurimin e vetëm të Allahut. Edhe pse ishin të bindur që është veç një krijues. Në krijim e veçanën e Allahut. Kurse në adhurim, habitëshin se si ka mundësi me thirrën e një adhurim. Prandaj mendja e tyre të sekt. Dhe në këtë mendje të sekt kanë sot shumë njerëz. Për shembull Japonin, shkencëtar, bërthamor, kompjuterin e kanë zbulu, telefonat të ndryshëm, rrjete sociale të ndryshme, mirë po kanë marrë një zot me elektroda. Dhe ja kanë vendosur një litar mrapa. Dhe shkencëtar, bërthamor shkojnë dhe i lutën këtij zoti që kanë marrë prej hekuri. Se pari shkojnë e ngrehin litarin, pastaj sipas bindjes tyre është se zgjohet prej gjumi. Pastaj dalin përpara tina, e lutin atë me lutjet që do t'ja drejtojnë vetëm Allahut, dhe pas ja kthejnë shpinën sipas tyre është blen dhe flen gjumë. Prandaj mendja tyre të sekt. Këtë dynja kanë arrit ndoshta me fluturune për qiell. Ndërsa sa i përket qëllimit pse kanë ardhur dhe pse janë kriju, janë shumë të ulët. Nuk e dinë qëllimin pse kanë ardhur në jetën e kësaj bote. Gjithashtu prej pengesave që i ka bërë idhujtarët mos ta pranojnë thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë vëllezër të nderuar ajo se kanë rënë kundërshtim me logjikën e tyre që Allah azza wa jalla kishte dhënë. Prandaj edhe merituan të quhen sikurse kafshët belhum dallu sabila bilë të humbur. Sot Allahu azza wa jalla hum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra s'kuptojnë me to. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, kanë sy po shohin me ta. Walahum adhanun la yasma'una biha, dhe kanë vesh nuk dëgjojnë me ta. Ulaike kel en'ami bel hum dallu sabila, ata janë sikurse kafshët bilë të humbur. E si o vëllezër të nderuar, kur në vend të Allahut azza wa jalla ata kanë zgjedhur hurme të adhurojnë, që i kanë marruar zotat prej hurmeve me durët e tyre. Në vend të Allahut subhanahu wa taala kanë adhuruar një guri, dhe kur e kanë gjetur një guri më të mirë se ai, kanë hedhur parën dhe kanë marrë dytin. E si o vëllezër të nderuar, kur i kanë varruar vajzat e tyre për zgjalli. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar se logjika e tyre ka qenë bllokuar. Kanë pas zemra, po s'kan logjikuar me tu. Kanë pas sy, s'kan pa me ta, ata kanë pa në realitet. Po ato që ka është për me pa dhe mi bot dobi për i shpallit, dhe pejgamberi që kështë të dërguar Allahu, ata nuk e shenin. Prandaj edhe ju kushtojnë këtë botë me kufër Allahu na rujt, edhe ju kushtojnë botën tjetër me xhehenem tek Allahu subhanahu wa taala. Përveç këtyre pengesave, pabesimtarët e Mekës përdorën edhe metoda të ndryshme që ta pengonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo thirrje apo thirrja e vërtetë, vëllezër të nderuar, thirrja e vërtetë, thirrja për tek Allahu, thirrja për te pejgamberi, thirrja për xhenet, thirrja për mu largu prej xhenemit, patjetër ku mu luftuar. Jo vetëm ku në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka vazhduar edhe mas kohës pejgamberit alaihi wasallam luftu. Vazhdon mu luftu edhe sot e kësaj dite. Edhe ka mu vazhdu mu luftu deri në kiamet. Idhtarët e kutës, pabesimtarët gjithherë kanë mu bashku kundër të vërtetës, deri në kiamet. Deri sa të vjen Isa alayhis salam i biri Meriemës. Deri sa të vjen Imam Mehdiu, deri sa të vjen kiameti. Ila qiyamis sa'a, deri në kiamet ka thonë pejgamberi sa. Gjithë ka me pas idhtarët të kutës që kanë me luftue idhtarët të vërtetës. Edhe nëse do këtë që po vanohet dikon nëse ndonjë vend, ata patjetër përgatisin kundër muslimanëve. Dhe gjithashtu,
Aja ka forma të ndryshme, luftohet me armë të ndryshme, luftohet me ideologji të ndryshme, luftohet me media, luftohet me lloj forma të ndryshme nga ana e pabesimtarëve, luftohen muslimanët. A ditë kur ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen islam, dhe me thirrjen këtë akidet e pastër në tauhid, njësimin e Allahut subhanahu wa taala, kanë fillu pabesimtarët me vendos komplote dhe kurtha. Njëjtë sikur se popujt ma herët që kanë bërë komplote dhe kurtha ndaj pejgamberëve dhe besimtarëve. Pra, përdorin kurtha të ndryshme për me i humbë musliman, për me i deviju musliman. Herë përdor për qarjen, herë përdor forcën, herë përdor spionimin, herë përdor ideja domthon komplote të ndryshme që muslimant me kon të dobet. Jo për musliman gjithashtu do ta kemë parasysh ajetin ku Allah thotë wala tahinu wala tahzanu, mos u dobësoni dhe mos u dëshpëroni. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ju jeni më të lartit po që jeni besimtar. Pra musliman do ta kenë ders se janë krenar me imanin që e bartin dhe dohet ta ruajnë imanin dhe rrugën e tyre që Allah azza wa jalla ka nderuar me islam dhe me fe, dhe gjithherë ta kujtojnë se syneti i Allahut subhanahu wa taala është që besimtarët mos provu dhe është ligj i Allahut azza wa jalla tokë që besimtarët me u konfrontuan në forma të ndryshme me pabesimtarët, pra në luftra të ndryshme dhe metoda të ndryshme që luftojnë muslimanët. Njëjtën si që jeni duke parë se çka është duke ju ngjo muslimanëve. Dhe Allah azza wa jalla thënë në Kur'an walan tajida li sunnatillahi tabdila, dhe në sunetet e Allahut, në ligjit e Allahut s'ke me gjithë ndryshim. Dhe thëtë Allah subhanahu wa ta'ala yatawasaw bih bel hum qaumun taun. Thëtë për këta që vinë mrapa, si kur me u pas porosit për atyre qufarëve ma herët, prej pabesimtarëve ma herët, si kur me pas lata ma anet që luftoni ju musliman që të metut. Pra, është rrugë e tyre që kanë zgjedhën këtë dynja, amo për xhenem, dërso muslimani ka rrugën për në xhenet. Allah në mësoj xhenetin, ja Rabbel Alamin. Gjithashtu, pabesimtarët përdoren metoda të ndryshme për me pengue thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte pengimi i njerëzve të cilët ndihmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë rast, ata shkuan tek Abu Talibi. Po pabesimtarët kishin shkuar te Abu Talibi dhe i kishin thonë se të ndikante dhe të bënte presion pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta ndalte thirrjen dhe davetin dhe predikimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thonë Abu Talibit se ashtu siç nuk ka mundësi të pengohet dielli, njashtu nuk ka mundësi të pengohet rruga që thirr. Dhe pastaj Abu Talibi kur e sheh vendosshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe ai vendoset që ta ndihmon dhe mos ta lënë atë. Shikon Abu Talibi vëllezër të nderuar të treguar që ndrushëm në përkrajën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse punonte për xhenem, jo për xhenet. Po megjithatë përkrahej. Do të rregoj që ndrushëm ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte në fe njëjtë me ata që ishte përballë tyre. Pra me idhujtarët e Mekës. Po megjithatë i doli përkrah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si duhet të jetë halli i besimtarit? Gjithashtu, përveç asaj që u munduan me ndikue të pejgamberit te Abu Talibit që ta ndalte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pabesimtarët përdorin edhe një metodë tjetër, e që ishte njëllosja thirrësit. Pra me njëllos personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkoni vëllezër të nderuar, ka i rrefena këto dhe ka i tregojnë këto, thuaj se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jeton kohën tonë. Njëjtën metodë sa të përdorin pabesimtarët. Njëjtën metodë sa të përdorin kundra hoxhallarëve, kundra dietarëve, kundra xhamia, kundra mesxhide, kundra xhamateve të ndryshme, e përdorin sot pabesimtarët. Çka bën vëllezër të nderuar? Me njëllos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Velidi që është përmend më herët, për të cilën kanë zbrit
disa ajete në Kur'an, e që Allah subhanahu wa taala ka treguar vendin e tij se pret Sakar, pra xhehenemi, Allahu na ruajt, ishte mbledhur liderët e fisëve të ndryshme. Pse liderët e fisëve të ndryshme? Në mënyrë që të gjithë të bashkohen kundër thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kishin dhënë ide të ndryshme, nga se afrohej koha e sezonit të haxhit dhe njerëzit në haxh vinin prej gjithë Arabisë. Kështu që ishte frika që mos ndëgjoj për thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe është bë kjo mbledhje e mallkuar për të thirrë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodhi vëllezër të nderuar? Atëherë Walidi u thot liderave të ndryshëm të fisëve arabe se çfarë duhet të themi ne për këtë njerëz. Pra e dinin që po gënjenin, e dinin që po rranin, po megjithatë ishin të bashkuar se çfarë duhet të kurdisnin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj gjëja e parë dhe ideja e parë që dhanë ishte që duhet të thuajnë se ajo është kahin, falltor. Pra dhe thanë këtë mendim se Muhamedi alayhi salam është falltor. Mirë po, Walidi tha, kjo është e pakashme, nga se të gjithë i njohën falltorët dhe ai nuk ka asnjë sharet, asnjë cilësi që ngjan atyre. Pastaj disa tjerë thanë që duhet të themi që është Mejnun i çmendur. Dhe gjithashtu tha që nuk ka mundësi, nga se të gjithë dim cilësitë e çmendurve, sjelljet e tyre. Ama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është prej tyre. Pastaj dhanë ide se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shair, poet. Po të themi që është poet. Ama pejgamberi ju, poet. Dhe gjithashtu thanë që ne e dimi mirë prozën dhe poezin dhe gjuhën arabe. Mirë, po ky nuk është poet, parasysh që ky s'di shkrim dhe lexim. Sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi s'ka di shkrim dhe lexim. Dhe pastaj thanë që ky do të më thonë që është sahir, magjistar. Dhe gjithashtu edhe për këto nuk kishin të kënaqur për arsye se i dinin se çfarë bëjnë magjistarët, me litarët e tyre, me pejt, me frymjet, me ujtë e val, me dhejën e vorreve kështu me radhë, po nuk përshtatet kjo. Me që thatë nuk dinin si ta akuzanin, edhe pse dinin mirë që janë duke akuzuar, të duke një losur dhe duke shpifur, për pejgamberin alayhis salam, po me që thatë me përshtatshmja prej gjitha këtyre ishte që të thënën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ishte magjistar. Dhe thanë për pejgamberin alayhis salam se kjo është magjistar, një ashtu siç kishin thënë edhe për pejgamberët më herët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala aq fort është hidhruar me këtë akuzë që e kanë bërë pejgamberit alayhis salam ndaj Walid ibn Mughirës dhe atyre që ishin zbashku me të, sa që i ka zbrit ajetet ku thot dherni wa man khalaqtu wahida, le mu me ato që kam kriju të vetëm, wa ja'altu lahu malan mamduda, e cilët i kam bërë pasuri të bolleshme, wa banin shuhuda, e i kam dhënë vlad, e i kam dhënë pasuri, dhe i kam dhënë të gjitha mundësit për jetesë. Allah subhanahu wa taala vazhdon në vazhdim në ajete dhe tregon se atë do ta bëj lëng djegëse të Sakarit. Pra një për xhehenemeve më të rëndë Allahu na ruaj. Shiko se si ka kushtu këti dhe atyre që e kanë akuzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, përveç një llusje se personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën u përpoqen, ata vazhduan me planin tjetër, një llusje Davetit. Pra me një llus Davetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një llus Islamin, me një llus tauhidin. Dhe sa vëllezër të nderuar përdoren metoda të ndryshme që mund një llus hoxhollart, mund një llus xhamiat, mund një llus besimtarët. E sheh një besimtar i cili është largu për rrugës së keqe, është largu për alkoolit, është largu për drogës, është largu për moralitetit, dhe ja ka mësuar me pendim sinqert rrugës së Allahut subhanahu wa taala.
në këtë moment çka ndëgjon që thuhet për te, ish bo budall. A për atë i cili i kthen 7 frizura në një kokë të vogël, e pastaj nxet 2-3 vatha në vesh, e shpuhet në për huna në për buzë, e çkyhet në pantolla pe rrypi deri të zogi këmbës, për atë nuk thonë që është një llus ky. Për këta nuk thonë është një llus. A për ato i cili ka lëshu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shpreson shpërblim tek Allahu me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një llus është bërë terrorist dhe ekstremist dhe krejt ka deviju. Pra kështu përdorin metoda të ndryshme. Gjithashtu filluan një llosje në davetit, thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kush do që është ngrit me thirrje në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, është një llus. Sot kur thirrëm tauhid, një llus është, ky është xhavarij, ky është tekfirc. Sot kur thirrëm sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një llus është. Ka orë me diçka të re. Kështu që në kam për arsit tunë. Ma gjithëherë mundohen mu një llus, aja me të cilën ti ka ardhë me rinjallë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu mundohen. Ditë dhe natë punojnë, inë ledhine këtharu. Thotë Allah azza wa jalla, ata që kanë bo kufër, yunfiqune amwalahum, e shpenzojnë pasurinë e tyre, liyasudduan sabilillah, për me largu njerëz nga rruga e Allahut azza wa jalla. Fasayunfiqunaha, thotë Allah dhe do shpenzojnë atë. Thumma takunu alehim hasra. Pastaj do ju bëhet dëshpërim, thumma yughlabun, e pastaj do mposhta. Dhe çdo kush që është ngrit me luftu Allahun, ai është në poshtë para se mjanis. Dhe ai do mposhtet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Thotë Allah, ne do i ndihmojmë të dërguarit ton, zbashku me të, edhe ata që i besuan atyre, në jetën e kësaj botës dhe ditën kur do të ngritën dëshmitarë. Pra në ditën e gjykimit besimtarët do jenë të ndihmuar dhe të përkrahur dhe të mbështetur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Feja islame sot akuzohet se është feja e terrorizmit, ama nuk ka feja e rahmetit sikurse feja islame. Feja islame sot akuzohet se është fe e cila e fut njeriu në burg, në veçantë në gruan, ndërsa ata me këtë dëshirojnë vetëm lirinë deri te ardha e gruas për të bërë zina dhe moralitet me të, dhe ju që ja dojnë drejtat e gruas. Nga sa drejtat e njerëzimit sot kanë arrit që të ketë përparësi dhe dashuri më shumë të qeni dhe moca se sa prindrit, pra baba dhe nana. Këtë qeni kanë bu njerëzimin sot. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, prej asaj që ka munduan besimtarët e Mekës në atë kohë me e pengu thirrjen e pejgamberit alayhis salam, ishte angazhimi i njerëzve me të kotën dhe mos mu merr me të vërtetën. Subhanallahu, vëllezër të nderuar, kjo është e rrezikshme edhe për neve në këtë kohë, nga se sot janë shumë gjëra të cilat domethënë të bojnë ty më angazhuar gjatë gjithë ditës me tu. E në veçantë rrjetet sociale, e që me të nxit atë që ti mos merresh me të vërtetën. Fatkeqësisht sa muslimani sot e hap Kur'anin për shembull gjatë ditës. Ndoshta kalon dita, kalon java, kalon muaj, nuk e hap fare Kur'anin. Ndërsa është në gjendje rrjetet sociale me ka 7 ose 10 ose 12 me instalu në celularin e tij dhe me kanë gjithë rikyqur dhe i lidhur me ty. Me Kur'anin, angazhimi me çështje të kota, me u preokupu ti me kotësira, e mos me u kap me ato që ka shpëtim për ty. Prandaj besimtarët e Mekës qysh në atë kohë kanë përdorur këtë metodë, me nxon njerëzit me të pavërtetën, që mos me pos vakt, më merr me të vërtetën. Dhe kjo kur vëllezër të nderuar zvrehet fare. Domethënë se ato hiç që këron to. Prandaj juni është që të kemi kujdes, njëjtat metoda që jemi përdorur në atë kohë, përdorur në këtë kohë,
E jonja është që ta kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo thirrje do të jetë derë dhe gojle secili besimtar që t'i thirr njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, pa marrë parasysh ai hoxh, pa marrë parasysh ai biznesmen, pa marrë parasysh ai punëtor i thjesht, pa marrë parasysh ai në rrugë, ai në treg, mundohu sa do pak të jesh kandil ndriçues dhe të jesh qelsi i hajrit për dikë që të kalon në islam, të kalon në namaz, të kalon në pendim, të kalon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se për me orë ky islam që ti sot e shijon në mbelsinë e tij, për me orë të këtij, edhe dikush ka sakrifikuar më herët. Kedhalika kuntum min qabl famanna Allahu aleikum. Kujton e thot Allah se kështu keni qenë më herët të devijuar. Mirë, po Allahu ju begatoi kur ju udhzoi. Prandaj këtë udhëzim duhet ta kemi derë që t'ja dërgojmë edhe tjetrit dhe të pranon edhe tjetri mënyrën më të mirë të mundshme me këshilla dhe urtësi dhe me butësi dhe rahmet në mënyrë që të depërton drejt Allahut në zemrat e njerëzve. Pra kjo është ajo faza apo periudha e thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si fazë e re, pra thirrja haptazi dhe situata të ndryshme të cilat i ndëgjuat se si ju kanë qasë thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin njerëzit e afërt, qofshin kurajshitët, qofshin mekkasit, qofshin arabët. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që mundi ju Allahut na udhëzon në atë që Allahu do të i kënaqur. Na mëson me pa të vërtetën si të vërtetë dhe me pasu ato të kutën si të kutë dhe më largu për asaj. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.